Kryeministri Edi Rama u shpreh se nga 1 janari rroga minimale do të ndryshojë dhe do të jetë 500 euro, kurse deri në fund të mandatit do të shkojë deri në 700 euro. Gjithashtu ai konfirmoi se do të rriten edhe rrogat e administratës në të gjithë sektorët dhe veçanërisht ato në arsim, shëndetësi, polici, ushtri dhe mëgjer. Dhe të gjitha këto rritje sipas tij nuk do të kenë taksim mbi fitimin, siç bëhet në vendet e tjera të rajonit apo Evropës. Për çështjen e pensioneve Rama tha: "Kjo rritje pensionesh nuk ka lidhje me indeksimin. Indeksimi do vazhdojë të bëhet në mënyrë të përvitshme dhe duke filluar rritjen e mbështetjes muaj pas muaj për pensionistët, do kemi edhe indeksimin dhe indeksimi parashikohet që në pak vite të arrijë në vlerën 50 milion euro. Kurse për pagën minimale, ai shpjegoi se prek sektorin publik dhe privat dhe jo vetëm këtë të fundit, teksa shtoi se do të bëhet edhe për shkallëzimi apo kategorizimi sipas profilit dhe sektorëve në këtë rritje. Edhe rroga minimale nga 1 janari do shkojë 500 euro. Nuk do të jetë rritje e thjesht, por siç e kemi thënë me premtimin që bëm para se të merrnim 83 mandate, e themi se në fund të mandatit paga minimale do shkojë 700 euro. Kjo nuk është për administratën, por për sektorin publik dhe privat. Kjo përcaktohet me ligj se në Shqipëri nuk do të ketë pagë nën 500 euro, u shpreh kreu i qeverisë. Rama shpjegoi edhe çështjen e rritjes së pagave në sektorin shtetëror. Po ashtu do rriten pagat për të gjithë punonjësit, sepse kërkon që të bëhen edhe për shkallëzime. Do rriten pagat e mësuesve, mjekëve, infermierëve, policisë, ushtarakëve dhe punonjësve të tjerë. Siç e kemi parë deri më sot, do e shohim edhe në sektorin privat këtë rritje, edhe pse ato si rrit qeveria por provat, por ka ndodhur dhe do të ndodhë përsëri, do e shohim. Të gjitha këto do bëhen pa prekur dhe pa rritur asnjë taks. Kemi marrë zotim dhe do i qëndrojmë atij zotimi që Shqipëria të jetë i vetmi vend në rajon, se në Evropë as bëhet fjalë se taksat janë ku e ku ne bëhemi një vend pa taks mbi fitimin, edhe ndaj biznesit të vogël, ku biznesi do paguaj vetëm sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, kontributet që janë të domosdoshme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.